qëllimi i vetëvendosis ka qenë që konstituimi i komandit me ndodhë javën e parë të gushtit, me e shti në proces të votimit presidentin, në 3 ronde me dështu, edhe vendin me qunë zgjidhje mbrana 25 dite, proksimalisht me e parafërsisht me e zgjidh do më ditën e zgjidhje me përcaktu 16 gushtin kur janë në diaspora këtu. Pra ishte një plan i vetëvendosjes me e që vendin zgjidhje sërish këtë verë, kur janë diaspora këto dhe kur njerëzit e Kosovës, njerëz që punojnë këto, që janë kone pushimeve dhe i shfryzojnë, kanë aranzhu pushimet, me pa sa ma pak qytetar të Kosovës këto, e mas me pa sa ma shumë të diasporës që me ndryshu përqindjen e rezultatit zgjedhor që me dalë me shpresën ma mirë. Mirë po, ky proces janë kemimit, përveç që ne kërkum një drejt që çdo vot që ka dhënë votuesi ditën e zgjedhjeve me nall numru me saktësi ashtu si e parashë ligji, e pat edhe këtë të mirë për Kosovën, sepse ja shpëtuam vendin një parë zgjedhje verës. Ndoshta jo dhe dimrit. E për dimën mbetet me po, unë mendoj që do të ketë seriozi dhe unë besoj që nuk ka një qëllim të kurtit për me i bojë institucionet, sepse po donte i kishte edhe mas zgjedhjeve të dhjetorit kishte një shumicë absolute, mund bashkëpunonte me subjektet politike.